Shtëpia, e drejta e mohuar dhe rreziku për të ardhmen shqiptare. Shtëpia është më shumë se një objekt, më shumë se 4 mure e një çati, ajo është themelet e jetës, është baza mbi të cilën ndërtohet familja, shpresa, siguria dhe dinjiteti i njeriu. Në çdo kom të qytetëruar, shtëpia konsiderohet një e drejtë e patjetërsueshme dhe e patjetërsueshme për çdo individ. Por në Shqipëri, në vendin ton të dashur dhe të shumë vuajtur, shtëpia po kthehet në një privilegj të pakicës, ndërsa shumica dërmuese e shqiptarëve ndihen të përjashtuar nga ky themel jetësor. Sot, mbi 50% e shqiptarëve jetojnë me qira, të shtypur nga qirat e larta, nga pasiguria dhe nga pamundësia për të krijuar një bazë të qëndrueshme për veten dhe familjen e tyre. A është kjo Shqipëria që ëndërruam? A është ky vendi ku një familje e re, një çift i ri, mund të mendoj për një të ardhme më të mirë? Përgjigjja, fatkeqësisht, është jo. Shqipëria si shtëpia pa të zot. Në Shqipëri, toka është e pushtuar nga një elitë e vogël që blen e shitet si të ishte mall, ndërsa qytetarët e zakonshëm zvarriten mes hipotekash të papërballueshme, kredive që i fundosin në borxhe, apo rrogave që nuk u mjaftojnë as për të përballuar muajin. Në Shqipëri, shtëpia është kthyer në një mall tregu, jo një e drejtë. Dhe kur një e drejtë themelore si banimi kthehet në luks, atëherë shteti pushon së qeni një shtëpi për qytetarët e tij. Nuk është çudi që shqiptarët po largohen masivisht. Ata nuk ikin vetëm për një rrogë më të mirë, ikin sepse këtu nuk kanë më ku të mbështesin kokën. Ikja nuk është më vetëm dëshirë, por shpëtim. Dhe ky eksod po i shkul rënjët kombit ton, duke e lënë pas një vend gjithnjë e më bosh, ku vetëm politika dhe oligarkia lulëzojnë. Shtëpia si e drejtë universale. Kudo në botë, shteti i përgjegjshëm është ai që e konsideron banesën si një të drejtë themelore. Në Evropë, vendet që dolën nga luftrat e tmerrshme të shekullit të kaluar ndërtuan sisteme të fuqishme strehimi publik, ndihmuan qytetarët të blejnë ose të ndërtojnë një banesë të thjeshtë për të siguruar që asnjë familje të mos mbetet pa strehe. Në Shqipëri, megjithatë, shteti ka dështuar, ose më mirë, ka refuzuar të ndërtojë një politikë të vërtetë strehimi për qytetarët. Si mund të flasim për të ardhmen, për lindje e për rritje familjesh, kur një i ri nuk ka një vend ku të ndërtojë jetën? Sot, Shqipëria ka një nga përqindjet më të ulta të lindshmërisë në rajon. Nuk është frastësi, një shoqëri pa streh është një shoqëri pa fëmijë, pa të ardhme, pa vazhdimsi. Shqipëria në prag të boshatisjes demografike. Ndërsa shqiptarët ikin, vendi mbetet bosh. Por boshllëqet nuk mbeten bosh për shumë gjallë. Në vend të shqiptarëve, nesër do të vendosen të tjerë, njerëz që vinë nga larg, nga kultura të ndryshme, nga kontinente të ndryshme, që ndoshta nuk kanë asnjë lidhje me këtë vend. Nuk është çështje racizmi, as ksenofobie, por realiteti historik e kulturor na mëson se një komb që nuk mban njerëzit e tij, e humb edhe identitetin e tij. Çdo komb multietnik është një komb që, në fund të fundit, humb gjuhën, zakonet dhe traditat e veta. Po e themi troç, Shqipëria nuk mund të mbijetojë pa shqiptar, e asnjë kulturë nuk mbijeton duke humbur rinin dhe familjet e saj. Po humbasim identitetin ton në emër të një tregu të lirë që, në vend që të na pasuroj, po na zbraz. Shqipëria e të gjithëve, po e kujt mbetet? Nëse nuk ndryshon asgjë, shumë shpejt Shqipëria do të jetë një vend ku shqiptarët do të jenë pakicë. Do të kemi ndërtesa luksi për të huajt, apartamente të pashitura në kullat e kryeqytetit dhe shqiptarët do të jenë emigrant në vendin e tyre. Nuk është e largët dita kur do të na duhet të mësojmë fjalë të huaja për të komunikuar me fqinjet tanë. Kjo nuk është Shqipëria që meriton ky popull. Shtëpia duhet të jetë një e drejtë e çdo shqiptari. Një copë tokë, një copë shtëpi, një copë atëve. Patë, jemi të dënuar të mos kemi rënjë. Patë, nuk kemi të ardhme. Shtëpia është vendi ku lind e rritet familja, aty lulëzon kombi, aty bëhet Shqipëria. Por sot, shteti ynë duket sikur nuk kujdeset për këtë të drejtë themelore. Thirrje për ndryshim. Duhet të ringrem zërin, të kërkojmë politika të qarta strehimi për të rinjt e për familjet shqiptare. Duhet të ketë ndihmë ekonomike për ndërtimin ose blerjen e një shtëpie, politika të favorshme për kreditë e banesave, subvencione për familjet e reja që duan të ndërtojnë të ardhmen këtu. Pa një politikë të tillë, Shqipëria është e dënuar të zbrazet e të bëhet një copë tokë pa shqiptar. Nëse duam që ky vend të mbijetojë si vend i shqiptarëve, duhet të kujtojmë që shtëpia nuk është luks, është e drejtë. Shtëpia është themeli i gjithçkaje që jemi. Patë, Shqipëria mbetet thjesht një shesh ndërtimi për të huajt, e jo më një atëve për shqiptarët.
Në këtë kapitull të dhimbshëm të historisë son, le të mos heshtim. Le të kërkojmë të drejtën për një shtëpi, të drejtën për të jetuar në vendin ton me dinjitet, për të rritur fëmijët tanë këtu, për të mos qenë më qiraxhin në atë dhe unë ton. Ky është minimumi që i detyrohemi brezave që vinë.